Një publik, le të themi, shumë të kompozuar mirë midis Ministrisë Brendshme, Policisë së Shtetit, edhe Ministrisë Arsimit, por edhe nivelet të ndryshme të përfaqësimit të Ministrisë Arsimit, që nga drejtoreshat shkollave ku do të vendosen, ku janë vendosur kamera, deri tek Këshilli i Prindërve, dhe më vjen shumë mirë që mbas shumë muajve punë kemi projekt, kemi 20 shkollat e para pilote, sepse kur flasim për sigurinë në shkolla, nuk është thjesht çështje terminologjie, edhe as çështje rregullash të cilat nuk mungojnë, por është çështje efikasiteti për të krijuar një mjedis ku çdo fëmijë të ndihet i sigurt, i barabartë, po jo vetëm çdo fëmijë, po çdo prind duhet të jetë i sigurt që në shkollat ku i çon fëmijët janë marrë gjitha masat nga shteti për të garantuar sigurinë e tyre. Se Ministri i Arsimit shpesh më kanë pyetur ose më kanë sugjeruar që pse nuk ka mjaftueshëm kamera në atë shkollë ku ka ndodhur në një incident. Dhe ekziston dhe me të drejtë besimi, sepse sot gjithmonë më shumë, jo vetëm në parandalim, por edhe në procesin e hetimit, jo vetëm në shkolla apo kudo, përdorim kamera të cilat vendosen nganjëherë dhe shpeshherë dhe nga biznese private, nga subjekte private për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Dua të them që shkollat i kanë kamerat sepse është pjesë e infrastrukturës, siç kanë energjinë elektrike, siç kanë kablet e internetit, por na rezultojnë të pamjaftueshme sepse janë kamera të thjeshta të cilat i përdorim më shumë për të gjurmuar mbasi ka ndodhur një episod i papëlqyer për të kuptuar çfarë ka ndodhur, kush ishte dhe çfarë bëri. Megjithatë, sado që e përdorim teknologjinë, duhet të themi që teknologjia nuk e zëvendëson marrëdhënien njerëzore dhe komunikimin. Prandaj, dhe teknologjia na duhet e tillë që të ndihmojë marrëdhënien njerëzore, të ndihmojë komunikimin. Prandaj, më vjen shumë mirë që me projektin Smart City sjellim pikërisht këtë risi. Sjellim risin që hedhim themelet drejt një përmase të re, drejt një dimensioni të ri të sigurisë, e cila vepron përpara se sa të ndodhi problemi. Sot, sistemi ynë arsimor mbështetet përveç personelit pedagogjik, mësuesve, drejtorëve, në punën e 329 oficerëve të sigurisë nëpër shkolla. Dhe në fakt i kemi edhe fondin e pagave edhe vendet për më shumë dhe nxisim në mënyrë të përhershme të rinj dhe të reja që të regjistrohen, do të trajnohen në Akademinë e Sigurisë me cilët kemi një marrëdhënie të shkëlqyer në përgatitjen e oficerëve të sigurisë që pastaj shpërndahen nëpër shkollat e vendit, sidomos në ato shkolla që kanë një numër shumë të madh nxënësish. Janë gjithashtu krahas tyre 1183 psikologë dhe punonjës social në gjithë sistemin arsimor parauniversitar. Kjo tregon se investimi ynë rreth parë është investim në burimet njerëzore, është investim në kapacitetet njerëzore, është investim në komunikim. Dhe teknologjia vjen për ta fuqizuar dimensionin njerëzor. Ajo që dua të kuptojmë qartë, dhe këtu i përgjigjem edhe shumë prindërve dhe mësuesve me cilët kemi qenë në komunikim të përhershëm, për të shpjeguar dhe për t'i dhënë përgjigje edhe çdo dyshimi, çdo shqetësimi, çdo meraku që kanë, si do përdoren këto kamera, kush do t'i përdori, si do të ruhen imazhet, si do të ndihmojnë, apo ka ndonjë shqetësim? Jo. Ajo që është e rëndësishme është të kuptojmë se Smart City me teknologjinë e re do të ndihmojë të gjithë këta profesionistë që përmenda pak më parë dhe që janë me mira, të kenë informacionin e nevojshëm në kohë reale dhe të ndërhyjnë më herët për të parandaluar konfliktet dhe për ta kthyer më pas komunikimin në mjetin më të fortë të edukimit. Nëse ne kemi sinjalet fal sistemit përpara se sa të ndodh, e them prap larg qoftë ndonjë episod i pakëndshëm, ne marrim sinjalin dhe ndërhyjmë me mësuesët, me psikologët, me oficerët e sigurisë, pikërisht për të parandaluar dhe për t'i dhënë prioritet komunikimit që është mjeti më i shëndetshëm. Nuk duam të kemi fëmijë të survejuar. Këtë dua ta them me zërin plot.
por duam të kemi fëmijë të edukuar, edhe pikërisht përmes një vizioni që e koncepton shkollën përtej programit mësimor, po si një hapësirë gjithëpërfshirëse, ku ka dhe edukim, ka dhe argëtim, ka dhe kreativitet, sport edhe zeje, siç është programi pas shkolle. Pra akoma më rëndësishëm bëhet kjo, po të kemi parasysh që do të vazhdojë qëndrimi i fëmijëve nëpër shkolla përtej orës 12, përtej orës 1, përtej orës 2, dhe akoma më rëndësishëm bëhet kontrolli i hapësirave të sigurisë të këtyre fëmijëve, apo siç ishte projekti piloti fundit me 47 shkollat të Tiranës në shkollat verore, ku zgjasim kohën e qëndrimit të fëmijëve. Të gjitha këto janë masa të cilat ka nevojë për shumë kontroll dhe siguri. Të gjitha këto ndodhin sepse duam të kombinojmë teknologjinë me syrin e gjithsecilit. Kjo është siguria. Dhe qyteteve smart ju duhen njerëz smart. Prandaj Smart City është projekti i dur për shkollat tona. Tani më lejoni të jap fjalën ministrit të brendshëm kolegu tim, me cilin kemi punuar në gjithë këto muaj shumë fort dhe shumë ngushësisht me ekipet tona për të mbritur këtu. Faleminderit. Nderuar zot